Për dëgjues të programit të Drejt për Drejt, mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes duke uruar që kjo ditë të jetë shumë e mbarë për ju. Sot që më mëngjes do ndalemi në një stacion shumë të dashur për gjatë gjithë vitit, por sidomos në stinën e verës, turizmi është për Shkodrën turistike një sektor mjaft i ndjeshëm. Në fakt, protagonistët e këtij sektori në një fillim sezoni natyrisht mobilizohen për të realizuar në më të mirën e tyre çdo gjë që ata kanë menduar. Por këto profesionistë, të cilat mund t'i quajmë dhe mjeshtra, kanë historitë, kanë ecurinë, kanë ndjesitë e tyre të përditshme. E kur këto janë të rinj, e që ecin çdo ditë në sektorin e tyre të dashur, ndjeshmëria bëhet akoma më e madhe. Sot në studio jam së bashku me një protagonist të suksesit. Ka fituar një çmim në konkursin më i miri në vend, çmimin e parë për somelierin. Ai është Artur Mehmetaj. Mirëmëngjes Artur, mirë se ke ardhur në studio. Mirë se gjeta dhe faleminderit për ftesën. Kam shumë kënaqësi sepse bashkëbisedoj me një nga ato që quhen mjeshtrat e shërbimit. Mjeshtra është sepse ju edhe jeni cilësuar i tillë. Po. Apo jo. Keni fituar edhe një çmim për pjesën e sommelierisë. Për dëgjues. Sommelier me tema, domethënë më të thjeshta është një degustator venash, si të njohësh një verë, strukturën e një vere, domethënë. Që fillon nga ngjyra, domethënë nuhatja. Po si arritet të marrësh pjesë në këtë konkurrim e madje edhe të dalësh i parë? Unë fatikisht që kam kryer një akademi turizmit dhe mikpritjes në Tiranë. Aty mora vesh si informacion që po zhvillohet ky emision. Duke njohur edhe aftësitë mia, dëgjova që ka edhe njerëz shumë profesionalizuar që po marrin pjesë. Edhe thash pse mos ta vazhdoj këtë sfidë, pse mos ta bëj. Duhet guxim. Po, në guxim. Nuk u nisa nuk e se që ta po fitoj vendin e parë, nuk shoha më atë mendimin fill. Thash thjesht do marr pjesë, kur mora se ka shumë profesionistë, thash do jetë shumë vështirë vendi i parë. Ishte një konkurrim me shumë pjesëmarrës apo jo? Po, më shumë kanë marrë pjesë mbi 280 veta, domethënë, prej gjithë Shqipëria. Nga gjithë Shqipëria. Po një numër i madh? Po, domethënë edhe ja kaloi konkursi ishte me etapa, u bën prezantimi të vendit i punës në fillim, masanaj sfidë direkte. Ishin 3 vetë njëri, një ndër që jurista që ndalë çmimin e parë ishte edhe administratori më i madh i Kantina Arbri, domethënë që ishte shumë po një njeri i njohur në këtë fushë. Ai më la pikë maksimale që fitova çmimin e parë direkt sfidë me një djalë tjetër nga Durrësi. Po si arrite? Domethënë se nuk është e lehtë, apo jo? Ka disa luhatje për gjatë degustimit, po e them, apo jo? Ti arrite nga faza në fazë, e ndjeje që suksesin po e kishe pranë. Po, fatikisht ndjeva. Edhe duke parë që kuptova edhe kolegun fatikisht, aftësitë e tij dhe thash, ka kam pak më mirë, aty shpresohet. Jo, në këtë profesionin tuaj ndjeshmëria është tepër e madhe, psikologjia me të cilën ju ndoshta edhe me sy komunikoni. Po. Apo jo? Po. E ke shfrytzuar këtë moment për të autosuggestionuar paksa dhe për ta ndjer veten më mirë, apo jo? Po, normal. Mbërrite në fazat finale, parafinale, finale, si ishin këto në ecuri, çfarë sfidash ka përcjellë? Domethënë ishin me sfida me pyetje të ndryshme. Ata të jepnin për shembull për të zonë shembull, po të jepnin një shishe vend pa etiket. Edhe ti duhet të gjeje varietetin e rrushit, gradacionin, edhe të thotë shpjegoj aromat edhe shpjego me çfarë ushqimi kombinohet, domethënë do të mëllon edhe kombinimin e ushqimit me këtë verë. Do të më kanë domethënë i saktë, din. Po. Kjo ishte domethënë. Ti nuk gabove. Jo, nuk gabova. Dhe kur u shpallë fitues, natyrisht ndjeshmëria, gëzimi, entuziazmi ishin. Të drejtën iva shumë mirë sepse isha i vetmi nga Shkodra që kisha mbet në finale dhe thash
kur edhe fitova atë kupa erdhi në Shkodër, unë iva mirë. E mrekullueshme. Urove nga shumë miq patjetër. Po, normal, domethënë edhe sidomos stafi ku punoj, sepse unë jam pjesë e strukturës së Restorant Legjenda. Aty domethënë jam pjesë e shërbimit. Ata unë jeni shumë mirë, Në fakt, ashtu siç e mendoj unë, kjo ecuria juaja nuk ka të bëjë thjesht me marrjen një diplome në një akademi. Ajo ka shumë rëndësi, por shkolla e jetës, besoj praktika e përditshme ka një rëndësi shumë të madhe. Eksperiencat që mora janë shumë domethënëse të mora. Ku e mësove pikërisht këtë mundësi degustimi dhe të gjitha ato kërkesa që lidhen pikërisht me verën? Fatikisht pasioni për vendat lindi sepse te Restorant Legjenda ne kena një kantinë vogël. Duke por prodhimin e vendës që nga vjelja e rrushit deri te gota e klientit, domethënë të gjitha fazat e procesit se si bëhet një vend, aty lindi pasioni domethënë. Edhe fillova të marr venat, të nuhas, po kjo me gjetë aromat, fillova të kombinoj ushqimin me venat. Pastaj fillova edhe sugjerimi te klientët që kur porositë një ushqim unë sugjeroj një vend për shembull që kombinon me të, klienti unë i të mirë, do të kënaqen, kjo kënaqësia domethënë. Aty lindi pasioni për vendat. Edhe pak informacion domethënë e kam marrë te akademia, sepse aty pjesë teorike domethënë. Gjithsesi kjo lidhet me pasionin tuaj dhe me dashurinë për profesionin, apo jo? Sepse për mua sot ky profesion është, domethënë nuk është thjesht punë. Është profesion, si profesioni i jot, si profesioni i mjekut, mësuesit, për mua është... Kur çdo gjë bëhet me pasion dhe dëshirë, është art. Po. Në fillim kemi filluar si gjithë tjetër, thjesht për punë. Si lindi ideja për të shërbyer në tavolinë, për të qenë në shërbimin e kamarierit? Po, fatikisht kjo. Unë si puna kam filluar më përpara. Atëherë ishte ideja që të merren me diçka. Të merren diçka, nuk ka se kishte shumë variante në atë kohë. Po mos në gjatë rrugës e ke filluar punën herët në çfarë moshe? Po, domethënë në moshën e 18-19 vjeç, po thamun. Atëherë domethënë duke parë shokët e mi që po punojnë, thash po pse punoj edhe te ky lloj sektori. Te ky lloj sektori. Edhe them drejtën në fillim nuk ose e kam imagjinuar se do bëhet profesion. Po rrugës domethënë u bë profesion. Nga pasioni u kthyen profesion. Sot për mua është profesion, domethënë vështirë ta ndroj me një punë tjetër. Komunikimi me klientët domethënë është një kënaqësi shumë e madhe. Në fakt, Artur, kur i mendon vitet që ke ecur, ke kaluar eksperienca të ndryshme, të cilat janë akumuluar tek ti në shumë njohuri, duhet një kulturë e veçantë për të shërbyer, për të komunikuar, nuk mund ta bëj çdo kush në një ky sektor don profesionalizëm, them drejtën. Sidomos pjesa, sepse ne jemi shumë varur nga pjesa e turizmit, si besoj të jetë një sektor shumë i rëndësishëm për ekonominë shqiptare, sidomos edhe për shkollën. Don ky lloj sektori don profesionalizëm. Them drejtën po. Mbasi punove, erdhi një moment që ti the unë do të shkollohem. Po, normal. Marrë sepse shërbimi edhe në shon çdo ditë. Edhe më thonë, mora informacionin nga shërbimet e pothuajse gjithë botës. Aty domethënë shumë gjëra nuk i disha, them drejtën kur shkova te shkollë, mora informacione më shumë. Dhe me këtë pasaportë mirë profesionale, i hyr edhe një herë punës. Po. Gjë që edhe ju ka vlerësuar, sepse ju jeni shef i sallës. Po, domethënë pjesë e shefit sallës. Çfarë do të thotë jesh shef sallë? Do thotë jesh menaxher në pjesën e personelit edhe komplet pjesën e restorantit, sallës domethënë. Cilat janë komplet strukturën. Cilat janë pikërisht ato parime bazë në të cilat mbështetet shërbimi? Po, atë parimi bazë në kryesorët është pjesa e mikpritjes, që unë domethënë aty vlerësohet shumë. Duhet të jetë etika, komunikimi është një gjë shumë kryesore. Domethënë që nga hymja që vjen klienti, aty kuptohet pjesa e shërbimit. Klienti domethënë blen sekonda. Që nga hapja derës, akomodimi, e drejton nga tavolina që ka rezervuar, një pije mirëseardhje. Kjo domethënë janë shumë gjëra që e krijojnë atmosferën që klientit në jetë mirë, që nga fillimi, pa filluar domethënë ushqimin, ai klienti e krijon përshtypjen e shërbimit.
Edhe ti rish gati sepse të shkosh mbas një gjysmë ore e humbe. Humbe sa i kanë po normal. Masane kë shërbimi ka edhe bukurat e veta, po ka edhe sfidën e vet, ka edhe stresin psikologjik, sepse rrin gjithmonë anks se si do ndohet klienti, a thu po i pëlqen ushqimi, a thu kam lënë gjatë mangu, a thu kam harru gjatë dhe je gjithmonë se masane klienti kur marrën ushqimin dhe të vlerëson kur thot ushqimi ishte i mirë, shërbimi i mirë, ti ka e lodhja, domethënë nuk e ndhin më, ja transmeton edhe gushinc. Në një farë mënyrë, përveç detyrimit për të qëndruar në të gjithë këto shërbime, roli juaj është edhe një ndërlidhës i sallës së ngrënies dhe kuzhinës. Po, gjithsej e vesh se si po shkon. Po, dhe kuzhina domethënë dhe nang se si doli pjata, domethënë edhe gjithmonë pyesin. Që tha klienti, e pyetja, a ishte e mirë, që tha, kishte nej shua, normal, masane kur gushinca transmeton atë kënaqësinë e klientit që janë mirë, edhe ata thonë, tash jena shumë mirë, nuk nim lodhje. Se e rëndësishme është që të presësh klient të ndryshëm dhe ti shërbesh të kategorive të ndryshme dhe ti shërbesh me të njëjtin standard. Po, është shumë rëndësishme, shërbimin do t'ja bash çdo lloj klienti që vjen. Kjo është domethënë në gjanat kryesore. Pak rëndësi ka nga vjen si vjen. Dën shërbimi është shërbim. Ata shërbimin e kulturën do t'ja bash. Ju jeni përballur, po i them me këtë fjalë, e cila nuk është tamam komode, por gjithsesi edhe me turistin vendas edhe ato të huaj. Ka ndryshime ndërmjet? Ka pak ndryshime, për shembull, se turisti huaj kërkon një shërbim më pak kështu, domethënë më i turisti huaj sidomos pjesën e mikpritjes e vlerëson shumë. Edhe shqiptarët e vlerësojnë, po i huaj e vlerëson shumë. I huaj don një mikpritje me buzëqeshje, sikur edhe informacion mbase më shumë. Po, kërkonin ata të bëjnë shumë pyetje, domethënë. Ti duhet të kthesh përgjigje, duhet të kesh atë informacione për shumë gjëra që ti kthesh përgjigje të. Ai njihet mirë kur jep informacione, thotë ashtu në knasi. Sa rëndësishme është që në një sallë ngrënie të kesh paraprakisht të gjithë mundësitë, aksesorët e duhur, arredimin e duhur, ngjyrat, dritën, lulet, ku e diun se si, sepse ju jeni një domethënë çdo gjë edhe restorant si përmendet edhe lulen. Edhe një lule ka rëndësi domethënë. Kombinimi i ngjyrave të mbulesave me picetat, gjanë edhe lulen që e kombinon. Kjo është domethënë një qiri aty i ndezur për shembull, ndarë kështu edhe kur vjen klienti e shef tavolinën që ka rezervuar aq bukur, qysh aty e fillon knasinë. Domethënë aty e krijon thotë këtu shërbej kanë mirë edhe deri në fund domethënë nuk e ndryshon mendje. Ka shumë rëndësi që një restorant në një vend turistik po e quaj, klientët të mos futen direkt në sallë, po të kenë edhe një obor ose diçka një obor diçka që para hyjme, si thonë, diçka të bukur, si për shembull restorant Legjenda e ka, ashtu kemi do aty piktura, do gjona një obor të bukur që ata të fillojnë me foto i herë, para se me hi. Ai ndërçimi i bukur që është i bëm me çdo gjë në mënyrë artizanale. Edhe që aty do të pa hyjme në atë restorant i fillojnë me ato fotot. Sa e bukur natyra. Është e lodhshme patjetër. Është e lodhshme. Domethënë ka kjo lloj sektori ka lodhje më shumë psikologjike. Sepse komunikon me 100 njerëz në ditë, a kupton? E ka atë lodhjen e vet, domethënë, por kur klienti do aty kënaqet, domethënë lodhjen nuk e ndin, domethënë. Jeni ndodhur ndonjëherë para ndonjë dileme, sot u lodha, u mërzita. Ta vazhdoj apo jo këtë punë? Në fillim po. Në fillimet e mia po, thosha, ja, s'të ta bëj më këtë punë, por stresuese me shumë njerëz komunikime. Po më sa tash domethënë nuk më bën përshtypje në prandaj. Më bën përshtypje që si jarën 10 veta, si jarën 100 veta, domethënë nuk lodh. Më bën përshtypje ajo që ju thoni më shumë është lodhja psikologjike se sa fizike. Unë si kliente do të quaja sa shumë lodhen fizikisht. Por ju e quani më shumë atë çfarë ndjeni brenda vetes. Kjo është për mua është më shumë psikologjike, domethënë se si po reagon klienti, aty është stresi domethënë te pjesa e shërbimit.
Natyrisht sezoni turistik gjithmonë mobilizon forcat. Dhe si vjet pas një viti pandemik, kjo ringjallje është akoma më shpërthyese. Si e mendon? Atë për ne fatikisht sektori i turizmit është dominues dhe shumë konkurrues. Fatikisht kërkon një personel shumë të kualifikuar me kuzhinier, deri edhe me kamarier, deri edhe një sanitar duhet të jetë të ajtë numër. Sidomos për pjesën e turizmit është shumë e rëndësishme, dhe një menaxher marketingu dhe shumë gjëra. Si mjet besoj si çaveri ka turizëm të mendshëm. Te restoranti jonë kanë filluar nga Vlora, Durrësi dhe Tirana, po vinë grupe. Kjo gjom, ka edhe gjom të mirë kjo pjesa e pandemisë, po fillojnë shqiptarët shëtisin vendet e veta, që shumë ma kohë përpara, para pandemisë tonë ndoshin vetëm filmi i kjo është, nuk ka nga Vlora nuk e din domethënë vendet e bukura të Shkodrës ose nga Tirana vetëm. O do ikun andaj, kjo gjom domethënë e ka sjellë të mirë kjo pandemi, sepse shqiptarët kanë filluar të bëjnë turizëm të mendshëm domethënë. Edhe po vizitojnë Shqipërinë edhe. Në fakt, nga dita në ditë, emocionet shtohen, emocionet shumë fishohen. Ke ndonjë rast që të kujtohet në cilin je ndjer, ndoshta i gëzuar, por më pas je ndjer shumë i vlerësuar, entuziast mbase? Atë po, ka raste për shembull kur klientat rikthehen, mas shumë për shembull ka null që janë rikthyer mas 2-3 vjeç, edhe më kanë marrë mend me emrin. Kjo ishte kënaqësia, dhe them, aty unë ivash, domethënë ne është mirë sepse të kthehet mas 2-3 vjeç, aty të marrin mend personin që i ka shërby, ti thu në kënaqësi, thu aq mirë, domethënë pas kam shërby sa më ka marrë mend edhe emrin. Ajo kënaqësi seriozisht. Është edhe kundërta, edhe unë i maj mend klientat për shembull, ka null edhe të hujt i maj mend. Gjerman për shembull, që kanë ardhur mas 2-3 vjeç te restoranti, unë i kam thonë keni qenë kështu. Ai klienti domethënë është një si maj mend, thotë tanta turistat që kalojnë tjetër më ke marrë mend në jetë mirë. Kënaqësia dy. Transmetohen këto në një libër shënimesh në më të shumtën e rasteve. Më shumë në kujtime domethënë, këto i mbajmë. Po, edhe në libër domethënë mund shënohen si kujtime të bukura, ose këto kujtime i mbajmë më shumë edhe në foto domethënë. Edhe me foto me këtë pjesën e klientave. Tashmë komunikimi edhe virtual ka një rëndësi shumë të madhe. Ndërkohë që sezoni turistik sapo ka filluar, si e mendoni këtë sezon? Për këtë sezon turistik shpresojmë që të jena të paktën të 60% që i 2019. Kjo është si mas analizave turizmit që kena informacion. Ju i ndiqni me vëmendje ecurinë e zhvillimeve turistike? Po, çdo ditë domethënë një hapi informacionet e pjesë turizmit. Kur shoh si një shtet ka liru masat, them, sa mirë sepse tash na vijnë. Po kjo është interesimi se çdo njeri interesohet për sektorin e vet. Besoj se do jetë vit i mirë me turista, sepse Shqipëria pothuajse pandemia po shkon në zero, edhe gjithë Europa e ka si informacion që Shqipëria është vend i sigurt për pjesën e pandemisë. Shpresojmë. Ndërkohë që ju fituat një çmim më i miri në vend, i cili natyrisht ju dha entuziazëm. Si u riktheve në punë dhe si të priten? Fatikisht më priten shumë mirë, edhe kur hina të punë aty dolën tanë për herë të umërua, shumë mirë, bravo. Normal që ne është mirë e vlerësuar. Kurse atje kur u bë mbyllja në Tiranë, ku aty ishin edhe biznesmen të pjesa e mbylljes, kur më dha kupa shumë të njoftën. Edhe ishte edhe kryetari i bashkisë i Tiranës që na të pjesëmarrja edhe në kupa, edhe aty unë i thash më i vlerësuar, domethënë. Të tamam që ka diçka e rëndësishme. Kjo gjë ju shtyn që në një të ardhme të merrni edhe guximin të konkurroni mbas edhe jashtë Shqipërisë ose diku tjetër. Nuk e dihet domethënë. Edhe po, më edhe mundohet, nëse dhe një emision, unë fill dhe jam i kërshëm. E vazhdoni gjithmonë atë interesin për vera të ndryshme? Po, vazhdoj, po, normal. Ka shumë vera, ka shumë... Ka shumë variacione. Unë për shembull kam diçka, te pjesa e turistave, unë më shumë i ofroj produktet tona, shqiptare. Sepse ai kur vjen këtu do të më provu diçka
vendase. Po. Italiani, kur vjen të vend italiane, e kanë shtëpitë vet. Ai do e fërë një vend shqiptar. E pëlqejnë. Sidomos sepse unë kur i thu dhe historinë e varietetit rushit shqiptar autokton kështu ashtu, ja bën njëhet mirë ta provoj herë. E cili varietet më shumë pëlqehet? Kallmeti. Është autokton shqiptar, variacioni kallmet. Se këtë vend provojmë edhe ne të legjenda me tonë. Ndërkohë që kombinimet me ushqimin janë mjeshtria është shumë e rëndësishme. Ju e sugjeroni këtë? E sugjeroj, domethënë, kur ai porosit një pjatë, unë e sugjeroj vendin. Ai e provon, dohet i kënaqur, thotë sugjerimi i mirë, ose edhe të më është një thupo, dhe pas kam sugjeruar vendin. Mendon se në udhën tënde profesionale ka sfida të tjera? Po, çdo ditë ka sfida të reja. Çdo ditë. Kur shkon në mëngjes në punë, nuk e di, shkon pas dita nga mesdita do. Nga mesdita. Merr të gjithë informacionin dhe i nisesh punës. Çfarë të intereson gjëja e parë? Gjëja e parë është momentin e parë që shkoj se po ta shpjegoj pak shumë. Jo, vazhdoj te pjesa uniformës. Shumë e rëndësishme, veshja e uniformës. Shoh sallën, është çdo gjë në rregull, shtrimin e tavolinave, ai përgatitjet, pjatat gati, vajoret, dhe të gjatë më të vogla. Mesoret e tavolinës. Mesoret çdo gjë. Cep për cepat e tavolinave, mos kam ne mbulesë shoh me mësi të shtrejme. Domethënë salla duhet të jetë e gatshme. Ka varietete, ka ngjyra, qoftë edhe të mesoret, të gjërat që aty të gjanat më vogla, domethënë që ndoshta s'duken shumë, po kanë rëndësi, a kupton? Edhe një cep mbulese. Si komunikon me ata që përgatisin kuzhinierët, por edhe ato fatikisht i kanë rolet e caktuara që në fillim. Që ti do bësh këtë pjesë edhe i din punët, domethënë në momentin që shkojnë nuk i din punët e veta. Komunikoni me vërejtje ndonjëherë? Po, shumë herë. Edhe ndoshta ndonjëherë edhe me pak nervozizëm, sa është nervozizmi i punës, ose për diçka që e kanë harru. Ajo kam thënë disa herë ose kjo. Pra, të gjitha këto janë pjesë e kërkesave që e bëjnë një lokal të dallohet nga një tjetër. Ndërkohë që përgjatë gjithë kohës jeni në kam, nuk lodheni. Dhe vjen fundi i një dite, si është ai? Domethënë, si është salla dhe si është komunikimi më i fundit, atëherë kur dera mbyllet për të nesërmen. Fatikisht të mbyllja salla është pak marrëmoj, kuptohet. Edhe salla lihet e pastër. Dohën nuk e bëjmë mbylljen pa lënë pastër sallën si ka kënd. Nuk mund të fillojë një ditë e re me rrëmoj. Ja, s'mund të fillojë, domethënë. Rrim nga herë deri 2 natë, deri në 3 shkon ndoshta në rast i veçantë, po salla duhet të jetë të pastër. Nuk mund ta shafat sallën kur vjen natë kështu. E rrëmojshme. Pra është një cikël i përditshëm, i cili të jep rritëm, të jep frymëzim për të përmirësuar përsëri ditën tjetër. Normal. Ky është një motiv i bukur jeta, apo jo? Po, shumë motiv i bukur. Për të gjithë ata që na ndjekin, për të gjithë ata që frekuentojnë lokalet, por për të gjithë ata që kanë një punë edhe e nisin me një ndjesi dhe e mbarojnë natyrisht me një kërkesë për veten, çfarë do të thosha? Kjo është një sektor shumë i rëndësishëm, një profesion shumë i bukur, dhe ju them gjithë të rive që janë këtë profesion që ta vazhdojnë këtë punë, sepse është një punë shumë e bukur. Mos ta marrin thjesht si punë. Është pasion. Është pasion. Dhe pasioni për të ushqyer don dashuri. Po. Kjo është dashuria e ditëve të punës, e asaj që jep frute, që jep kënaqësi dhe për të cilën njeriu investon ditë pas dite. Sa ka edhe vlerat monetare. Po natyrisht. Po natyrisht. Shpërblet çdo gjë. Unë flas për punën e profesionit dhe të pasionit, pastaj ana tjetër e medaljes është krejt personale. Ta përmendem edhe këtë që mos kujtojnë që ka edhe vlerat monetare të veta kjo që është sa më mirë të punosh, aq më mirë shpërblehesh. Po, normal. Kjo është jeta. Artur, unë të falenderoj shumë që na solli këto motive kaq të bukura, ndjesore në radhë të parë, por edhe të mjeshtrisë suaj. Më vjen shumë mirë që unë flas me një të ri i cili është i motivuar shumë bukur në punën
ti, një njeri që e do profesionin dhe do të ecë vazhdimisht. Shumë faleminderit edhe ju për ftesën edhe që e vlerësoni këtë profesion që na ftuat këtu në radion tuaj. Të uroj gjithmonë ju, stafit tuaj, të gjithëve që kanë një dëshirë kaq të madhe për punën, e vlerësojnë atë dhe dinë ta shprehin bukur, sepse në një farë mënyrë sektori turistik është një pasqyrë e vendit, është një anë e rëndësishme e mikpritjes dhe e ofrimit të turizmit. Po. Gjë që e bën në një farë mënyrë ekonominë, jetën akoma më të zhvilluar. Kjo është të mirë të vendit, apo jo? Unë ju falenderoj shumë dhe ju uroj gjithmonë suksese. Pata shumë kënaqësi të komunikoj me një djalë të ri i cili ka këtë pasion, por është edhe i vlerësuar. Më i miri në vend për somelierin. Shumë faleminderit dhe ju mirëpres te restoranti. Aty do të çoj te kantina. Shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju.